Nëse nuk e kanë bërë të qartë, për mu mbetet të tejet sfiduese dhe indikative insistimi kohët e fundit i subjekteve opozitare që janë duke kërkuar marrëveshje politike me Albin Kurtin. Mbetet e paqartë, ende nuk e kanë qartësuar se çka nënkuptojnë me atë që e quajnë marrëveshje politike dhe kjo reflekton një farë lloj disonance të çuditshme të subjekteve opozitare. Janë të njëjtat që e konsiderojnë fitoren e tij gati absolute si produkti një manipulimi nëpërmjet shpërdorimit të parave të buxhetit, e cila ka ndikuar në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Do të janë subjektet opozitare të cilat të njëjtat, shqo është një kontradikt shumë serioze në cilën ndodhën mbase situata traumatike e 28 dhjetorit i ka lënë në një gjendje të paqartë dhe konfuze se si do të reagojnë. Të njëjtat e konsiderojnë jo legjitime fitoren e Albin Kurtit, sepse i njëjti ka përdorur resurse shtetërore, buxhetin e shtetit për të ndikuar në manipulimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Vullneti i qytetarëve të Kosovës sipas tyre nuk është i lirë. Është i kapur. Është i kapur nga mashineria financiare që Albin Kurti e ka në kontroll të buxhetit të shtetit nëpërmjet transfereve sociale, skemave sociale të tjera, dhe në anën tjetër, të njëjtat janë zotuar se janë të gatshëm të kenë marrëveshje politike me një lider i cili ka përfituar pushtet në mënyrë jo legjitime. Për mua është kjo nonsens logjik. Sikur unë tisha në pozicion opozitor dhe e kisha pas ndjenjen që fituesi i zgjedhjeve është jo legjitim nga shpërdorimi i buxhetit, atëherë rezultati nuk pranohet.